Që tash e sa vite mirësh me këtë punë dhe e di se sa e rëndësishme është dhe e shes se sa shumë ka vend për të punuar në këtë drejtim, sidomos tek pjesa e lojës stimuluese me fëmijë, në mënyrë që t'i motivojmë sa më shumë. Dhe nuk po them gjithsesi vetëm për fëmijët me sjellje atipike, por në përgjithësi. Po, Sara, shumë mirë potencove që po është shumë rëndësishme lojrat stimuluese tek fëmijët, pavarësisht zhvillimit të tyre edhe mangësisë dhe vështirësive që ata mund t'i kenë përgjatë moshave të ndryshme zhvillimore. Lojrat stimuluese janë ato lojra cilat e ndihmojnë fëmijën në aspektin e mendimit kritik, në kreativitet, në motorik, në aftësitë kognitive dhe sociale. Secila fushë ka thelbin e vetë dhe rëndësinë e vetë, kështu që gjithmonë do të pas kujdes edhe afërsim me ta se çfarë po involvojmë, çfarë po punojmë dhe çfarë po pozicionojmë prej asaj loje. Shpesh i shohim disa kopshte të kohëve të fundit, fatmirësisht, inshallah bëhen të gjitha, promovojmë veten duke thënë që i edukojmë fëmijët